Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV. Jemi së bashku në emisionin më të ri të Lajm TV-s që kemi titulluar Pika e takimit, e që do të emitohet çdo të premte. Unë sot kom nderin që për misafir të kem njërin nga arkitektët e pluralizmit politik të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, ish ministrin, diplomatin e shquar dhe njërin nga nënshkruesit e aktit të themelimit të Universitetit të Tetovës, Zotri Ilyas Sabriu. Zotri Sabriu, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Faleminderit fillimisht që gjetët kohë të jeni me neve, dhe unë do të dalë më njëherë në temë. Kur erdhi, do të kthehemi pak prapa në kohë, kur erdhi pluralizmi në fillimin e viteve të 90-ta, ju ishit aty kur gjithçka duhej të fillohet nga zeroja, dhe shqiptarët duhej të formonin partitë e tyre politike, dhe ju si njëri nga themeluesit e Partisë për Prosperitet Demokratik, mund të na tregoni me çfarë sfidash në atë kohë përballeshin intelektualët shqiptar për shkak të ndrimit të sistemit, sepse duhet të luftoni me një sistem të kaluar komunist, e që atë ta përshtatni me vlerat demokratike. Po, vitet e 90-ta janë vite shumë turbulente në territorin tonë, edhe më gjërë se atër filloi shkatrimi i Jugosllavisë. Faktikisht atër doli në sipërfaqe hegemonizmi serbomat në krejt Jugosllavinë dhe lindi sistemi pluralist. Shqiptarët gjendeshin si në këtu, si në Kosovë, me një situatë shumë të vështirë në ish Jugosllavi, veçanërisht në dekadën e fundit të 90-tave, kur atëre Serbia mori hovin e madh për shkatrimin e Jugosllavisë, se pikë kryesore i kishte Kosovën, shqiptarët, nëpërmjet atyre që të realizon planet e veta nacionaliste agresive. Kështu që ne shqiptarët në atë kohë ishin në 90-tat ishin mjaft në një situatë të vështirë në Maqedoni. Intelektualet me të madhe përjashtoheshin nga puna, profesorë, mësimdhanës, intelektual në për institucionet ku ishin, përjashtoheshin me tezën se janë pjesëtar të nacionalizmit, iredentizmit në atë kohë e quheshim shqiptar, që nuk ishte kur gjë të reale, po ishte reale ajo se shqiptarët kërkonin të drejtët tona që na takonin, dhe ajo erdhi si rezultat se me kushtetutën e 1974 të Jugosllavisë, shqiptarët ne fituam një farë avancimi, të jemi real, ku për shembull Maqedonia ishte shteti i Maqedonëve dhe atëherë ishim komsive shqiptare dhe turke, nuk ishte tjerë. Pra ishim si komsi shtet formuese në Maqedoni. Gjithashtu edhe në shumë aspekte tjera kishim përdorimin e flamurit, përdorimin e gjuhës, përdorimin e përfaqësimit adekuat tash që e kemi, në mënyrë të ndryshme bëshin atë mënyrë çfarë i thëshim atëherë diskriminimi pozitiv. Mundoshim që sa më tepër shqiptarët të angazhohen aty. Dhe duke i pas për këto probleme të mëdha, një pjesë e madhe intelektualëve u diferencuan, u përjashtuan nga puna, lindi ideja me njëherë me pluralizmin, lindi ideja që të formohet Partia për Prosperitet Demokratik. Ajo ishte një farë lëvizje e shqiptarëve në Maqedoni, ku përfshitëm të gjithë intelektualët që ishim atëherë, njerëzit, profesorë, ekonomista, jurista, krejt në lamite ndryshme, gazetar. Pra nuk ishte shqiptar atëherë që ishte intelektual, thomi, ose me fakultet, që nuk ishte i angazhuar në një farë mënyrë në themelimin dhe në avancimin e çështjes shqiptare. Kështu që sa më kujtohet ato nisë të para në atë rejonin, pse ashtu me rejoni, ishim në atë rejonin tim andaj nga fshatrat e Pirokut, Bukovinës, ishte Vebi Gjemaili, deputeti i parë, edhe u bëhej diferencuar, profesori diferencuar për gjimnazit, edhe një tjetër prej Bukovinje, të cilët nisëm atë iniciativën për mbledhjen e nënshkrimeve për themelimin e universitetit, për themelimin e Partisë për Prosperitet Demokratik, dhe ashtu nisi ajo, erdhi koha që veç më u konsoliduan, u formu një brumë i nevojshëm edhe i mjaftueshëm për themelimin edhe për formimin e Partisë për Prosperitet Demokratik, ashtu e emnuam. Në aty ishin ato atëherë, këto tash Vebia, ishin profesor Miftari, profesori Reqicës, Havziu, edhe shumë intelektual, Havzi Mehmeti, e shumë intelektual tjerë, cilët nuk është koha edhe nuk mund të shkrejtë se do harrojmë dikën. Pra ishte një numër i konsiderueshëm, edhe erdhën pyetje
kush do bëhet kryetari e partisë. Programi u bën, u realizu, u shtip këndej për te. Edhe për kryetar atëre kishte disa variante, dikush pranonte, dikush nuk pranonte, se ndaj ishte situata nuk ishte forte kjell. Nevojtor një guxim. Po, do ishte një guxim i mirë, se nuk ishte, ndaj ishte mjegull situata në atë kohë. Ende Jugoslavia ishte në shkatrime sipër, por ende jepte ato. Edhe ushtria jugoslave ka qenë prezente. Ka qenë prezente këtu, edhe ajo e tregojte forcën e vete edhe ato dhambët e saj, kështu që njerëzit edhe frigoheshin, që me të drejtë, se një periudhë shumë gjatë kemë në presionet atashme intelektualet. Dhe atër më kujtohet disa emna përmendeshin këtë për te, ma në fund të rasti që Nevzat Halilit, profesori Nevzat Halilit ishte i diferencuar në shkollën mesme medicinës Tetov, profesori anglishtës, intelektual, besnik, trim, edhe i radha edhe zgjodhëm atë për kryetarë për partisë, për Prosperitet Demokratik, pra ishte si kryetari i parë, edhe pse kishte edhe emna tjerë, por ato dikush nuk pranonte, dikush për arsye objektive, dikush subjektive, mbet që Nevzati të udhëheqë partinë. Në fillim deshëm të formohet partia, kishim një variant që të formohet me një kafenese, s'kishim zyra në për komuna, nuk në lishin, nuk në jepshin sallat, ma mbledhje. Kishim një kafene në fshatin Bogovina, që këto të Bogovinës tërhiqin andet formohet, taj akti i themelimit, por që murëm informata, në informu sa që veç policia në karase, thashë ishte ndeshim në mënyrë pak gjysëm ilegale, të themi ashtu. Ende zyrtarisht nuk ishte formuar, por vetëm ishte si iniciativë. Po, iniciativa ishte dhe atëherë në atë iniciativë ishte pak ma problem për të marrë akt, një akt të mlidhen disa njerëz, një grup i madh njerëzve, edhe prej andaj mandej shku në Gjepçishte dhe atje u formu me 15 prill 1990 u formu Partia për Prosperitet Demokratik, partia e parë shqiptare në trojet jugoslave në ato. Më intereson se duket se në fillim ka pasur disa mendime që PPD-ja të funksionojë si një dek e LDK-s. Dhe në këtë aspekt, cilat kanë qenë aso kohë lidhjet e PPD-s me Kosovën dhe me Shqipërinë, më saktësisht me LDK-n e Ibrahim Rugovës dhe me PD-n e Sali Berishës? Ne kishim në fakt është e se në Kosovë lindi LDK-ja, një lëvizje mjaft më rëndësishme për në Kosovë, në Shqipëni Partia Demokratike, se dha që era sistemi komunist, dhe ne si Parti për Prosperitet Demokratik të themi të drejtë real, ne me Kosovën, me lidhjen demokratike të Ibrahim Rugovës, kemi pas shumë lidhje dhe shumë afërsi. Kështu që kishte edhe varianta njerë do mendime se duhet jemi tega aty, ne mos formojmë veçarisht në diasporë, mos kemi disa parti, LDK, PPD, ose dhe një parti tjetër, po tjetë një tiku grumbulloj shqiptarët me një të bohemi me një grup. Por përsëri më ndaj erdha ajo se si të shqiptarët në Maqedoni të insistojmë në burë qëndrim në nivel të shqiptarëve të Jugoslavisë, në bajnjim ledhe në Kroaci, atje ku murën pjesë krejt funksionerët kryetarët e partive, dhe aty u vendosë që shqiptarët e Maqedonisë të jenë këto kufi, nëse nuk prishet Maqedonia, nëse nuk ndrohen kufite e brendshëm, që këtu të insistohet dhe të jemi si shtetë formues, populli shqiptar të jetë shtetë formues, dërsa Kosova luftonte për Republikën e saj të cilën e realizu, dhe kështu që ne atëherë u mbetëm në këto nivele, edhe pse edhe pastaj kemi pasë lidhjet mjaft të ngushta, takimet shpeshta, vishin këndej Ibrahim Rugova, Femia Gani, Ndjeri, me Shqipni kishim edhe një njerin tona që i ndiqte shumë Mahia ishte atje një kod gjatë rritë që mbante kontaktet me Partinë Demokratike Shqiptare të Shqipnisë. Kështu që ishtim ato marrëveshjet edhe koordinimi i situatave mjaft ishte e përbashkët. Kështu që kjo ishte si variant, mandej ne Maqedoni këtu filluam si të regjistru, erdhën zgjedhjet parlamentare në Andorë të vitit 1990. Partia për Prosperitet Demokratik fitoi, atëherë u formoi edhe Partia Popullore, që qemi më saktë në Tetov, me në krye Ilja Salimin, këndë ishte Nevzat Halili, dhe në zgjedhjet e parakoshme dolëm si koalicionet përbashkët, edhe ku i morëm 23 deputet shqiptar në Parlamentin e Maqedonisë, ishte e treta parti, ishte VMRO-ja me një numër të madh, konsiderueshëm të deputetëve, mandej ishte LSDM-ja, PDP, atëherë ishte SKM, PDP, si këto ishte edhe Partia për Prosperitet si partia tretë, mandej vishin ato socialiste, kishte do parti qera ma dogna.
Deri në fillim, do me thënë, ka pasur dy parti, PPD-ja dhe PDP-ja, Populloria, dhe duket se të gjithë politikat kanë qenë në sinkronizim, ka pasur kohezion ndërmjet këtyre dy partive. Mirë po, pastaj vim të viti 1994, kur në fakt përçahet PPD dhe krijohet edhe një parti tjetër, PDSH-ja. Dhe prandaj ju pyetja për këto lidhjet që keni patur me Kosovën dhe me Shqipërinë, për shkak se ka disa teori, ndoshta mund të quajmë edhe si teori konspirative, mirë po mund ndoshta të jenë edhe të vërteta, të cilat thonë se Partia Demokratike e Shqipërisë nëpërmjet ambasadës së saj, në ambasadës së Shqipërisë në Shkup, ka luajtur një rol në përçarjen e PPD-s. Mbeten këto vetëm si teori konspirative apo ndoshta ka edhe diçka të vërtetë? Shiftash, mund të themi teori konspirative, por ka edhe realitet. Partia për Prosperitet Demokratik u forcu mjaftë, thashë u bë një lëvizje, nuk kishte njeri që intelektuale dhe populli ishte shumë e përkrahur prej popullit, dhe në zgjedhje u treguam shumë unik për fat mirat e bashkuar me Partinë Popullore. Ajo kishte 1 apo 2 deputet, duket ne kishim 21, nuk. Krejt ishim 23. Edhe që u bëj bashkimi i faktorit qytetar që ishte për të përshëndet, cilën sot për fat keq nuk mund ta gjejmë që është për të keqardhje, edhe duhet bëjmë çmos që të afrohemi, se ne mund të jemi konkurrent politik, por jo edhe armiqësi deri në këto nivele. Dhe deri me 94-shën ishim ne si partia e parë, bashkë me Partinë Demokratike Shqiptare, atëherë formuar PPDSH, Partia për Prosperitet Demokratik Shqiptar, në krye me Arben Xhaferin edhe me Menduhin. Është fakt që ambasada e Republikës Shqipërisë dhe nëpërmjet televizionit shqiptar në atë kohë, në atë kur PPD-ja ishte me një situatë mjaft të mirë, të ngritur, edhe luftonte për pushtetin, ishim pjesë e pushtetit, morëm pjesë në qeveri si PPD. Ambasada e Shqipërisë në Maqedoni për fat keq që u angazhua dhe mori në konsiderante disa njerëz të cilët ne kishim qenë, a shumica ishim qenë, dilshim prej një sistemit komunist. Në atë pretekst ato filluan edhe të na sulmojnë se këto komunistët tash vinë këndej, edhe pse s'kishim tjetër rrugdalje. Edhe atëherë kështu më kujtohet njëherë në televizionin shqiptar pat një informat në ato lajme në RTS që na shpallën tradhtar, na shpallën putador, na shpallën komunista. Edhe aty erdha ajo përçamja e një grupit më të ri, që ishin më të ri, më intelektuale dhe ato të ri, edhe kështu që për fat keq erdhi deri te përçamja e Partisë për Prosperitet Demokratik dhe ata reformuan faktikisht 3 parti. Po. Kuptoj. Tani duhet të kthejmë shkurtimisht në periudhën kur ju keni qenë edhe ministër në ato qeveritë e para tranzitore. Dhe ekziston tani një botkuptim se ministrat edhe deputetët e PPD-s të asaj kohe ishin më tepër në presion se sa që janë sot politikanët, po bile kanë pasur edhe më pak resurse në duart e tyre, si resurse njerëzore dhe kështu kapacitete tjera. Ndërsa sot e kemi të kundërtën kur partitë kanë shumë resurse, mirë po rezultatet përsëri mungojnë. Çfarë kishte domethënë brezi juaj i politikanëve diçka më tepër të cilën këto sot nuk e kanë, dhe mund të flitni për shembull për periudhën tuaj kur keni qenë ministër për të arriturat të cilat i kanë arritur shqiptarët gjatë mandatit tuaj. Po, unë personalisht isha edhe antar qeverinë e ekspertëve të profesor Klusevit, bashkë me Beqir Xhutën dhe Aledin Toska, 3 ishim shqiptarë në atë qeverinë e ekspertëve, cila u formu me 1991 që kunti në mars, më duket se. Edhe nuk zgjati shumë ajo se qeveri e ekspertëve. Ajo era si rezultat asaj se Gligorovi doshte të takoje sipas rregullave të kushtetutës, mandatari do të jetë partisë më të madhe, që ka më shumë deputete, ishte VMRO-ja. Ato propozuan duket 2-3 njerëz, më kujtohet, edhe mandeu bo ministre Lepafca për kryetar të shtetit, kryetar të qeverisë, Gligorovi atë nuk e pranoi. Me dojemna të tjerë kërkoi, edhe ato nuk i pranoi, edhe më në fund të zgjodhi vetë Klusevin si njëri intelektual, si akademik këndeve, dhe ai e formoi qeverinë e ekspertëve. Ne ishim prezent aty 3 shqiptar. Unë isha edhe unë edhe Lepafcove ishim të deklaruar si antar partie.
Unë ishe i prosperitetit, a ishte i VMRO-s. Tjerët ishin si apartijak, por përsëri bizotnon të ajo vija e VMRO-s. Ishin shumë njerëz të VMRO-s aty, por të cilët nuk kishin deklaruar dhe ashtu mbet ajo qeveri. Pastaj filloi nga qeveri Rasi, qeveri e Pakicës, mandej fillu qeveria e Brankos, e Shumicës, ku edhe përpëdoja me mirë të pjesë me 5 ministra. Është për të vlerësuar se në atë kohë fakt është që ne me mishë me shpirit luftojshim që shqiptarët të fitojnë atë statusin të cilin i tu takonte në atë kohë, edhe të cilin dhe i trashëguam prej ish Jugosllavisë, po të cilat ju ne ndërprehen shumë të drejta. Edhe atëherë po është luftë e madhe, deputetët tonë banin luftë madhe në parlament, gjithashtu ne në qeveri luftonim për rritjen e numrit punësuesve, veçanërisht në institucionet kur ne udhëhiqim, po edhe në institucionet tjera. E pranum që tash pak përpara të formulën e diskriminimit pozitiv dhe mendoj se për atë kohë, mendoj se më rritëm rezultatet të kënaqshme deri në farë niveli. Për shembull, unë mund të flas për ministrinë time, si ministri i punës dhe politikës sociale, vazhdova edhe në qeverinë e Brankos, edhe mandej edhe me një qeveri tjetër. Mund të them se në atë kohë bëm një, mos të themi revolucion, po britëm sukseset të mëdha në nivel të punësimeve, veçanërisht të shqiptarëve, dhe pasi e mbulonte edhe atë politikën e fëmijëve parashkollor, shqiptarët ishin shumë pak të përfaqësuar, nuk kishte faktikisht foshnjore në atë kohë shqiptarët. Mund që me në qytet nëse kishte dhe një paralele, Shqipet tjera nuk kishte, edhe murëm në qëndrim edhe vendosur që në çdo fshat më të madh ku ka 8 vjeçare qelëm paralele të foshnjorëve ku punësuan një numër i konsiderueshëm. Për shembull për në Gostivart, kam dhënat më të sakta, u punësuan diku 35 pedagogë. Dhe pedagogë të cilët punonin faktikisht edhe fëmijët shqiptar hinën në sistem, në institucione foshnjore. Pastaj në Tetov gjithashtu një numër i konsiderueshëm, shumë më i madh, në Kumanov gjithashtu një numër i madh i foshnjorëve u hap, në Dibër, në Struk, në Kërçov, edhe në Shkup. Këto foshnjore tash që janë aty atër kanë lindë në atë kohën tonë. Pra, mund të them se sipas statistikës cilën unë kam në prezente tek une, dikun të 164 punësime bana une për 4 vite sa ishim në ato, duke fillu se nuk ishte mund që n'gishtë ati njefish para meje sa shqiptarë kanë qenë të punësum në atë ministri. Është për të vlerësu të cekët ajo se në Dibër kisha kryeshefin se këtë njësit rajonale cilët i mbulon të ministria, që sot njësoj që janë ato ministrit rajonale. Në Dibër ishte kryeshefi shqiptar, në Kërçov ishte shqiptar, në Gosivar shqiptar, në Tetov po, në Kumanov ishte vetëm Maqedon, edhe në Shkup ishte Zavenci i kryeshefit ishte shqiptar. Pra, mendoj se mritëm një sukses bashkërisht, këtu duhet të cekim bashkë se për hapjen e paraleleve si tani, duhet të qep pëlqim Ministria e Financave. Për fat mirë atëherë ishte ministër për financave zoti Gjevdeti, Gjevdet Aredini, edhe në ato mbledhjet tona që i mbajshim ministrore si grup shqiptar para qeverisë, merreshim vesh se sot sa paralel do hapim ku do hapim që duhet të sigurojmë jetë, që mos në qeveri, në mbledhjet qeverisë mos kemi konfrontime. Kështu që bashkërisht mritëm një numër të konsiderueshëm të punësimeve të bëjmë në sektorin tim, gjithashtu në sektorat tjerë të financë, ku ishin ministrat shqiptar. Pra, edhe pse nuk i kishim këto kushte sot që i kanë ministrat shqiptar, por kishim një autonomi mjaft madhe, jemi të sinqert. Për shembull, unë isha ministër prej Dibrit deri në Delçev, nuk pyetja Branko ose kryetari i qeverisë. Unë isha për sersorin tim, unë isha ai i cili vendosesha. Mund sa të informoj për diçka, por unë vendosesha vetë ato. Gjithashtu edhe ministrat tjerë me të cilën për hir të vërtetës kishim konfrontime të ashpra në mbledhjet të qeverisë, edhe zankat mos pajtime, se gjithmonë kanë qenë ndoshta asaj parti gjithmonë ato kanë qenë ndaj subjektet shqiptar pak me dyshime dhe jo me sy të mirë, shqyqojshin ato se nuk mundin të pranojnë një realitet që ne jemi pjesë e këtij shteti dhe duhet të jemi pjesë e kësaj republike. Ajo është tjetër, nuk di çka ta më, po mund përmendi këtu se për shembull ne rram në konflikt me ato
veçarisht u problematizu problemi i hapjes së paraleleve të përzime, në atë kohë i quheshin përzime, në Prishtinë e Jugosllavisë u formuan për shembull në çdo qytet shqiptar u formuan paralele të përzime. 25 nxënës në Sishë shqiptarë vishin atë edhe një 4-5 Maqedone dhe mësimi duhet të bëhet në gjuhën maqedone. Atëherë edhe shumë numri profesorëve u diferencuan se nuk e pranojshin atë. Filluan të kërkojnë që ajo evidenca pedagogjike të bëhet në gjuhën maqedone. Kështu do jetë jashtë logjike, që nuk janë normale për një sistem të demokratik, pasi u shpall edhe shtet demokratik atëherë Maqedonia me pavarësimin e saj. Kështu që atëherë ne patëm faktikisht me vërtet probleme në disa konfrontime të ashpra rreth për rihapjen aty në paraleleve, edhe pse për hir të vërtetës kishim një ministër Bajallxhiev, Maqedoni, i cili mjaft korrekt doli edhe nuk bënte shumë probleme, edhe filluam atë rihapëm gjithë paralelet që ishin mbyll, faktikisht të cilët u bën përbashkëta, paralelet përzime, tash i bën shqiptare edhe maqedone. Tash të ndalim edhe pak te vitet e 90-ta. Në vitin 1994, ju nga pozicioni i ministrit që keni qenë, ju jeni një ndër nënshkruesit e aktit të themelimit të Universitetit të Tetovës. Dhe më atë sa e mbaj mend është pastaj nga disa qarqe nacionaliste maqedone se është kërkuar edhe shkarkimi juaj. Fillimisht a mund na tregoni si pse mendoni se në atë periudhë elita politike maqedonase ishte kundër legalizimit të Universitetit të Tetovës dhe pastaj më vonë edhe ju si nënshkruesi i aktit të themelimit me çfarë sfidash më pastaj u ballafaquat? Themelimi i Universitetit të Tetovës gjithsesi të shkollimi i shqiptarëve në nivelin fakultet, në nivelin e lartë, ishte një problem të cilën shqiptarët me të drejtë gjithmonë e kërkojshin se ajo na takonte. Se u mbyll në Kosovë Universiteti i Prishtinës, shqiptarët studentët tonë nuk kishin ka të shkojnë. Shkupi pranonte shumë pak me probleme, jo provime pranuese, ju nuk kanë pojena çka. Kështu që ishte erdhë me një situatë shumë të vështirë. Edhe ne insistonim që një ndër pikat kryesore të Partisë për Prosperitet Demokratik edhe janë ishte që të hapem një fakultet në gjuhën shqipe. Në fillim kërkonim një fakultet pedagogjik në nivel të Shkupit, në edhat me programin e Universitetit të Kirill dhe Metodi, që është sot edhe atëherë që ishte. Pra me atë program në nivel të aty në tjetë si pjesë e shqiptarëve në gjuhën shqipe ku të bëhen ligjëratat, mësimet edhe studentët do të jenë në gjuhën, edhe profesorët do të jenë shqiptarë. Ato hasëm një rezistent hatashme nga pala Maqedone, nga LSDM-ja, dhomëroja mas flasën, demonstrata, bëshin mitingje kundra universitetit, kundra shkollimit lartë. Dhe disa ere me biseda kështu të miqësore, qeveritare, diplomatike, nuk mundëm të arrijmë sukses, veçanërisht me kryetarin Gligorov i atëhershmi. Ato arsyetoheshin se Maqedonia nuk ka kapacitete ekonomike, është shtet i vogël, kishin blokadën Greqisë në ekonomike ndaj Maqedonisë edhe blokadën e Serbisë ndaj Maqedonisë në atë periudhë kur kishim blokada ekonomike para syve të ndrimit të emrit. Grekët nuk e pranojshin këtë emën, duhet ta ndrojmë, ne nuk e ndrojshin derisa pas 20 e sa vjetëve u ndrua shfaq Zotit. Edhe kështu që ne erdhëm në konsiderim se duhet me intelektuale shqiptarë veç në Tetov, në Gostivarit, krejt Maqedonisë u mblodhën në një mbledhje në Tetov, ku vendin e komunës edhe ngritën iniciativë për themelimin e Universitetit Shqiptar në Maqedoni. Me në krye profesor Dr. Fadil Sulejmani. Edhe ajo, basi nuk patëm arsye të gjejmë gjutë përbashkët me qeverinë atëhershme, përsëri intelektualet e grupi iniciues atëherë shumë kërkesë në Ministrinë e Arsimit dhe në qeveri për marrë përqimin. Për fat keq Ministria e Arsimit atëherë na refuzoi këtë kërkesën tonë. Gjithashtu materiali erdhi në sa ashtu është situata, mendoj sipas rregullës vjen materiali në qeveri. Në qeveri ministrat shqiptar 5 që ishim u angazhuam te masë dhe bile ka edhe komunikat ku ne ndajtëm mendimin tonë, dulëm publikisht se ne nuk pajtohemi me atë qendrim që ka qeveria për mosdhënien e lejes për themelimin e Universitetit të Tetovës, por edhe kundra asaj ato nuk u pajtuan. Kështu që u desh ne të themelojmë në
jo në kokën tonë, për në bazë të ligjit, i cili e siguron të ligji. Edhe morëm si shembull, kujtohet në qeveri disa herë, morëm shembull Universitetin e Manastirit, ku kuvendi komunës Manastirit ishte themelues, se kuvendet e komunave në bazë ligjit atëhershëm kishin të drejtë të themelojnë institucionet të larta arsimore. E atëherë morëm vesh që kuvendi Tetovës, kuvendi Gostivarit edhe i Dibrës, me nkrije këtu Shaqiri, kryetar, Enver Zenku atje dhe Gjafa në Dibër, bën për unë vendim që të formojnë të themelojnë Universitetin e Tetovës në bazë ligjit, në bazë krejt, si pas rregullave. Edhe ajo erdhë, edhe u kriju, por përsëri kishim tentativa për themelimin, policia intervenonte, nuk e pranonte, ju dini rastin Tetovë edhe dëshmorit Abdulselamit, u vra pat një vrasje. Këto nuk mundëshin të pajtohen, veçarisht ministri i punëve të brendshme atëherë, që sot shitet shumë demokrat. Frëshkovski thonë të saj është një fëmijë i vdekun për Universitetin e Tetovës, se ka lind një fëmijë i vdekun, pra në atë mënyrë silleshte në mënyrë shumë arrogante dhe por pa marrë parasysh ato, ne me kokëforcin tonë e themeluam Universitetin e Tetovës. Universiteti u themelu me 17 dhjetor 1994, si që thatë ju, në zyrat e Partisë për Prosperitet Demokratik. Atër ishin të dy partitë, edhe 3 partitë, edhe Populloria, edhe PDSH-ja që lindi, edhe Prosperiteti, por për fat keq nuk mundshim edhe atëherë të gjejmë gjithë përbashkët. Jo të ju, jo të ne, kundej kush e i pari, kush e i diti, edhe ashtu mbetet sot e kësaj dite ka mendime të ndryshme, por unë e di atë që ne në zyrat e Partisë për Prosperitet Demokratik u prunë vendime akti i themelimit të Universitetit të Tetovës, të cilin mandej e realizuam, edhe më atë me shumë peripetim. Kujtohet mu rastin e duhet të mbajmë ledhe në mënyrë interne, mora vesh e tikun në Bazdarke, ma vonë, në orët e mbramjes, por policia kishte informata. Edhe kujtohet të u rrethun zyrat e Partisë për Prosperitet Demokratik në qendër të Tetovës, një kordon i madh policor, që nuk neshin njerëzit të hinë, të dalen, të afrohen, të shkojmë në mbledhje, dhe u bërë shumë problem. Kujtohet unë e ka orën, nuk di në orën 9-10 ishte atëherë, morëm vesh me Abdurrahman, kryetarin e partisë, ishin ato në mbledhje në altë, që të shkojmë një grup, edhe me një grup intelektualesh, shkojmë deri te shkallët e Partisë për Prosperitet Demokratik e Dinjatik, që është në qendër të Tetovës. Kordoni nuk në lëshon të him. Unë u thira në imunitetin si minister, se mbaroj mandati imi, por me ditën e shtunë ishte kjo, me 17-ina, me 21-shin, thirreshte qeveria e re, se bani rekonstruksion brankve. Unë isha kandidat edhe në qeverinë e re, në kabinetin e ri qeveritar, kështu që kisha pak më tepër temi imunitet edhe forcë që të kundërvijem. Edhe në biseda, edhe në bisedat ashpra me komandantin e njësisë speciale të policisë në Tetovë, ne na u mundësu që tipim në zyrat e Partisë për Prosperitet edhe themelum. Ati erdhi profesor Fadil Sulejmani, erdhi si rektor, erdhi Mërtezani Ismaili, Agni Dika, atë ishin edhe Mirqerem e Rusi bashkë me bashkëshortin si kryetare lidhjes grave, edhe shoqata ndryshme që ishin atyre, mbajtëm pas një bisede, zoti Fadil Sulejmani u quaj, lexoj aktin e themelimit me nene 1, 2, 3, 4, edhe fillum në aktin e nënshkrimit të këtij universiteti. Atë akt e ka nënshkruajt edhe ministrat e PPT-s. Atë e këshujtëm edhe ministrat e shkrita, unë si ministër që vdeti ishim aty në ato, edhe deputet kishte edhe këtëti. Por ajo, mu më kushtoj mjaft pastaj, mendoj nuk kushtoj kur gjë, po unë isha i vetëdijshëm, se qeverit disa herë, kur ngriheshte, po unë e ndajshim mendimin, nuk pajtoheshim me atë kolegët tonë Maqedon, dhe me marrëveshje se unë e kam nënshkruajt si antar qeverie, bashkë me Gjevdetin, faktikisht ajo është se qeveria është pjesëmarrëse në aktin e themelimit. Edhe atë kishim në qëllimin, që të me thonë ne të jemi, ato se atër nuk mundet, derisa shteti, dhe ne jemi pjesë e shtetit, pjesë e qeverisë, kështu që i dha pesht madhe asaj, Maqedonët e dinin atë. Edhe mandej me njerë fillu unë të nesër në gazetat në për titut e gazetave, ministri ka nënshkruaj aktin e themelimit, akt antikushtetues,
mbaroj atje, mbledhjet jashtëzakonshme qeverisë, më kujtohet disa ministra maqedon, edhe i punëve të brendshme të tjerë kërkuan burgosjen time. Kërkuan prej Brankos të më merr mandatin, imunitetin në mbledhje, edhe më njëherë t'jap leje për burgosje. Patëm një zënë kështu mjaft verbale me ministrin e punëve të brendshme, se nuk është ai burr që mund të na burgosen në këto situata. Mbarohet me qatë edhe mandej ma ato filluan dal nga dal, por nuk e pranojshin. Nuk pranojshin financimin, nuk pranojshin zyrat, nuk pranojshin. Dal nga dal e filloi edhe lindi universiteti sot ku jemi, që si universitet. Me atë godinën që ka edhe me gjitha të me bukur të mirë, por tash është në dorët tona ajo se çfarë kvaliteti, çfarë studentët do nxjerrim, çfarë intelektualës do nxjerrim, se tjetë ardhmëria jonë pak më e ndritme se sa të ketë edhe rezultata mundi që e dhamë atëherë si gjenerata më të vjetra. Tani do të ndryshojmë pak temën, do dalim për viteve të 90-ta. Ju për një periudhë nga viti 2000 duke deri në vitin 2006 keni qenë edhe 2001-2006 keni qenë ambasador në Republikën e Slovenisë. Dhe aso kohë kur keni qenë ju në Sloveni, do me thonë Slovenia është një shtet i cili shumë shpejt i arriti ato standardet e evropiane. A mund të vendoni një paralele ndërmjet Slovenisë dhe Maqedonisë? Si arriti Slovenia që të ecë aq shumë shpejt para ndërsa ne të ngelim kaq mbrapa? Fakti është ajo se unë për arsye familjare, pasi isha deputet atëherë në Parlamentin e Maqedonisë në 98 u zgjodha deputet në sistemin e majorancës, por kisha do probleme familjare, që e dini ju edhe kështu që kërkova të largohem prej tetove, edhe më mundësuan që shkoj ambasador. Por qeveria pru vendim është më interesant këtë ta ceki, pru qeveria me njerë me vitin e ri, pas vitit ri vendim që unë jem ambasador në Republikën e Slovenisë, por derisa u përgatita unë për shkuaj e procedure e përgatitjes filloi kriengritja UÇK-s në Tetov edhe lufta në mars. Kështu që u kompliku puna mandej. Shkoj çfarë do thosë kuishia, mohalla, populli, kjo është ajo. Edhe e luta kryetarin e shtetit atëherë që unë mos shkoj derisa të gjendet një zgjidhje, derisa shifet fundi i asaj kriengritje, asaj lufte, të cilën e pranoi i ndjeri, ishte kryetari mirë i Trajkovski. Ja tregova arsijet unë përse tha mirë këtë drejt pajtohem, kur të pastrohet për të andot, se unë si tiki si deputet, aso populli mendon se kështu që ndodhë, që nuk ishte normale për mu. Por më kujtohet me 7-8 qershor dikundi, edhe me 10 qershor takoshte në Brdo në Kranj, Putini me Bushin, ishtë takimi i parë direkt i tyne në Sloveni. Edhe më thirrën kryetari i shtetit Trajkovski, thotë lutem a mund të shkojsh shpejt e shpejt, se ka takim atje, shona mos flitet diçka për Maqedoninë, se ne ishim këtu problemet mëdha me Greqinë, me Serbinë, çështja ekonomike ishte katastrofë në Maqedoni. Edhe më luti që të shkoj, edhe unë ashtu pa përgatit me njerët, nesër me 9 shkova, me 10 i dhash akreditivet në ora 10, në ora 12 në takimi isha në takimin e Putinit me Bushin, për interesat të shtetit to, që vot kje diçka, edhe pse nuk pata e nuk ishte si... S'pa do një efekt për ne. S'pa do një efekt madhe, ishte një problemi vogël ishte Maqedonia. Kështu që shkova atje në Sloveni edhe mund të them se Slovenia në atë kohë ishim bashkë ne me Sloveninë, si Maqedoni. Se ne morëm të vendimin për asociacim stabilizim në 2001-shin, bashkë si shtet. Dhe të themi realt në bëgji përgatit që bani Maqedonia atëherë, sa që ishim në konkurencë me Sloveninë, edhe gjithmonë kishim përkaje të hatashme njerë të Slovenisë, ato si shtet ma i zhvilluar ekonomikisht, por të cilat e dinin problemet tona, edhe kishim në çdo aspekt përkraje kadrovike, nëse duhet të intelektuale, komisione të na ndihmojnë që të udhtojmë rrugës për në Bashkimin Evropian. Por për fat keq tek ne ndodhi ai problemi të cilin nuk mundshim ta zgjedhim ne ende, problemi i jemrit me Greqinë. Greqia nuk pajtohej të vinte vetë, kurse si nuk pajtohej që të
Maqedonia të antarësohet në Bashkimin Evropian, a Slovenia me 2004 bashkë me 10 shtete tjera u bë antare e Bashkimit Evropian. Së mund të Slovenë të shif, ato janë një popull shumë punëtor, popull të cilët e duan shtetin e vet, edhe luftojnë për mirën, çdo person, çdo individ lufton për të mirën e popullit, të cilët tek ne pjesa e poshtme e Ballkanit është pak më vështirë ta gjejmë, se ne para shiqemi interesat tona, pa mandej interesat e shtetit, nuk mendojmë se interesat e shtetit nesër edhe neve mund të na ndikojë si persona. Kështu që ajo u antarësu edhe deri në 2006 ishim përsëri kishim shpresa se do zgjidhet çështja, jemi shpejt edhe Slovenia ishte një ndër ambasadorët tonë në Bashkimin Evropian, një ndër lobistët të mëdhej për krahjen e Maqedonisë, por për fat keq nuk arritëm që të antarësohemi në Bashkimin Evropian, që sot e kësaj dite ende kemi tash probleme tjera, atëherë problemi jemi u zgjodh, për fat mirë, hinëm në NATO, shqyqyr Zoti që hinëm në NATO, jemi në atë aspektin e sigurisë bashkë të sigurt, ndërsa në Bashkimin Evropian edhe sot e kësaj dite qalojmë edhe në vend numërojmë. Ju keni qenë ambasador në Sloveni pikërisht në periudhën kur Slovenia i ka filluar edhe bisedimet edhe është antarësuar në Unionin Evropian. Tani nëse bëjmë ndonjë analogji me Maqedoninë që është tash që jemi ne. Ndoshta jemi në atë fazë që Slovenia ka qenë në vitet 2000. Tash si u duket juve personalisht, a jemi dikund afër arritjes së standardeve evropiane apo jemi ende shumë brapa, apo vetëm kjo çështja e bullgarëve është e pengesë, ndërsa me standarde tjera si mendoni, a jemi dikund afër apo ende lart? Shif, unë mendoj se çështja e bullgarëve është çështje për unë e kuptoj bashkëvendasit tonë, Maqedon, se është çështje për interesit kombëtar, nacional, por ajo është çështje e vogël, ne çështje tjera nuk i kemi kry, këtë që thoni ju. Ne me shumë pak kemi përparu progres në ato kërkesat e Bashkimit Evropian. Kemi fushat që nuk i kemi prek, hiç ende. Kështu që ne duhet përsëriti krimat e detyra tona, çdo raport i Bashkimit Evropian, çdo vjet na jep ne ç'a duhet bëjmë. Ne për fat keq edhe ato nuk i realizojmë, se kur ti realizojmë ato, se kur ti plotësojmë ato kushte, që si është Shqipënia dhe Malizi, të cilët ishin pas nesh, por apo që i realizojnë edhe i plotësojnë ato kushte ta shumë shpejt ato mund edhe në 2008, 28, 29, 30 të antarësohen. A ne tash mund duket si pretekst ky problemi i bullgarëve, hyrja e bullgarëve në kushtetut që nuk është ndonjë problem për disa herë edhe shumë njerëz e thonë, edhe unë mendoj çashtu se çashtu është. Fat mirë është që bullgarët i shtim ne për interesin e maqedonëve, sa atëherë faktikisht ato përçahen, e thomi se ka dy popull, deri tash bullgarët thoshin se është një popull në dy shtete. E kontestojnë. Tash derisa ato e pranojnë që këtu ka bullgar në shtetin e Maqedonisë, do të thonë Maqedonja tjetër për bullgarëve. Por interesat nuk e di këto nacionale Maqedonja shumë ndihnë atë identitetin gjuhë, pse nuk do vjen kërkush në pikpyetje, unë mendoj ato punë, por unë mendoj se duhet, nëse nisemi nga aspekti i përvojës Slovenisë, ato në mënyrë perfeksioniste i krytën krejt kërkesat, krejt obligimet që i kërkonte standardet evropiane, edhe prandaj edhe u bën antarë. Ne sikur ti kemi ato, nëse mbet vetëm për çështja e emrit, unë mendoj se shumë më shpejt mund të zgjidhet, mund të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Me sa e di edhe Slovenia ka pasur probleme ndërfaqënësore me Kroacinë, mirë po i kanë zgjidhur pa ndonjë bujë kështu më të madhe. Për fat të mirë apo të keq ato ende kanë problemin e kanalit Piranit, atë ndetin atë, kanë një kufi të vogël. Slovenë thonë se është i joni, kroatët është i joni, edhe ato Slovenia u antarësu me atë problem. Edhe mandej Kroacia kishte frikë se mos Slovenia të përdorje veto, që si këta tjerët të ne. Por ato u morën vesh dhe shkuan në gjyqin ndërkombëtar arbitrazhes, si do vendosë gjyqi ashtu. Pra, ato në mënyrë elegante, pa shumë probleme, e zgjedhin atë probleme dhe të dy shtetet sot janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Edhe ne sikur të jemi bashkë me Bullgarinë atje, si të qilen bisedat ndryshet, kur të jemi në tavolinë me ato ndryshet do mund të bisedojmë. Mandej mos flasëm për ato efektet ekonomike, sa të holla mund vinë për fondeve evropiane në këtë Maqedoninë e vobegët sot që me vërtet është problem jeta edhe standardi i popullatës në këtë shtet. Nëse në të kalorën se folëm edhe për vitet e 90 edhe për atë se partitë kanë pasur më shumë intelektual në radhët e tyre,
dhe intelektualët kanë qenë si ai motori i zhvillimit të shoqërisë. Mirë po sot për fat të keq kemi një fenomen tjetër, studentët të cilët diplomojnë më njëherë pas diplomimit synimin e parë e kanë ikjen nga shteti. Si vlerësoni ju këto trende negative të emigracionit? Ajo është jo vetëm negativa, ajo thonë është edhe tragjike për ne si shqiptar, njerëzit, por atë që tham pak përpara, derisa nuk shohën perspektivë të rit këtu, të shkolluar, të cilët shumë shpejt mund të inkorporohen në tregun e punës në Evropën perëndimore, a këtu nuk kanë perspektivë se jo kemi mbyllë në perspektivën politika, shteti, problemet që nuk, që bisedum pak përpara, ndrimi i kushtetucës, fillimi i bisedimeve, që të fillojnë fondet të vinë investimet e huaja në Maqedoni, ku do të rritet standardi, do të rritet numri edhe mundësia për punësimin e të rijve në vende adekuate. Unë mendoj se ajo do të ishte një zgjidhje, por kjo që tash që ndodhen është me të vërtet për keqardhje dhe për është nuk e di deri sa do zgjatet ky proces, por nëse zgjaten shumë mendoj se me të vërtet sot rinia e shkolluar, rinia intelektuale nuk shumë pak rrin këtu, shumë më shpejt integrohen në Evropë, se kushtet më të mira, nuk është vetëm standardi, vetëm rroga, por ka edhe siguria tjera, siguria e arsimit, siguria e shëndetësisë. Sot në sistemi i arsimit, ju e dini vetë, mendoj nuk ka nevojë të flasëm kur sistemi i shëndetësisë, kushte, infrastruktura, kretë ato ndikojnë që të popujt e trit krijojnë një nervozë dhe një problem të cilin e shohën si të pasgjidhur këtu edhe prandaj kërkon largimin nga vendlindja. Zoti Sabriu, ishte nder për mua dhe kënaqësi që ju kem si misafirin e parë të emisionit Pika e Takimit dhe ju falenderoj shumë për kohën që ndatë të jeni me ne. Faleminderit edhe juve për thirrjen. Kënaqësi. Kënaqësia jone.